Të gjitha objektet që pasqyrojnë jetën e princeshës Diana dhe japin detaje për familjen mbretërore britanike tani janë në shitje përmes ankandit, ndërto ndodhet edhe një letër e rrallë e shkruar me dorën e vet princeshës. Vetëm 2 ditë pas dasmës së saj me Charles, i cili tani është mbreti i Mbretërisë së Bashkuar, Julian's Auctions po organizon një prej ankandeve më të mëdha të këtij lloji, nën titullin Stili i princeshës Diana dhe një koleksion mbretëror, me mbi 300 objekte me vlerë historike që i përkisnin princeshës së ndjerë të Walesit, përveç shumë artikujve të modës që Diana kishte veshur dikur. Një ndër pjesët më të veçanta është një letër me shkrim dore, e firmosur nga vet ajo dhe drejtuar Mark Simpson, një antar i stafit të pallatit Buckingham. Letra është datuar më 31 korrik 1981. Vetëm pak ditë pas ceremonisë madhështore të martesës me princin Charles. Ky është një nga objektet që më pëlqen më shumë, thot Martin Nolan, bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv i Julian Auctions. Për revistën People gjatë një prezantimi të veçantë të koleksionit. Në atë periudhë ajo sapo ishte martuar dhe po fillonte jetën në pallatin Buckingham. Shpjegon Nolan. Ishte një fazë ku ajo po përpiqej të përshtatej me jetën e re mbretërore, shumë larg asaj që kishte përjetuar më parë.